Zoti Islami, a mendoni se vapa e Korrikut, por edhe ajo e Gushtit do ta shuaj protestën? Jo, nuk do ta shuaj protestën. Do shuhet ai parlament me Edi Ramën në krye. Ndërkohë, Edi Rama, a e mbyll dot vitin 2026 në krye të qeverisë? Jo. As shtatori nuk do ta zë, as miqtem, as Korriku nuk do ta zë. Nëse Edi Rama, nëse Edi Rama vazhdon të edhe Korriku nuk do ta mbyll dot. Do iki. Do zhduket. Po. Nëse Edi Rama vazhdon të jetë kryeministër edhe përgjatë vitit 2027, a mendoni se mund ta pranojnë vendet e NATO-s, por ndërkohë edhe presidenti amerikan Donald Trump që të pritet në Shqipëri nga kryeministri Edi Rama në samitin e NATO-s që do të bëhet vitin e ardhshëm në Tiranë? Nuk do arrijë Edi Rama të bëjë toku, nuk do jetë Edi Rama kryeministër. E thash, Korriku Edi Ramën e heq nga karrikja. Për të mos thënë ditët e para të Korrikut. Në datën 4 ai ka ditëlindjen. Inshallah se zot ditëlindjen. Jo, tani s'mund bëjmë urime të tilla. Thjesht po. Bëj unë çketi. Të lutem, e them unë. Nuk e zën krye qeverisë. Armikun, si. Nuk e zën në krye qeverisë. Ti thuaj nuk jam dakord, i nderuar avokat, nuk jam dakord me këtë urim që bën ti thuaj. Po unë do ta them. Se s'ma dalon njëri atë. Po çfarë pritet të ndodhë? Të lutem, një tradhti të tillë, një krim të tillë, një poshtësi të tillë, një pabesi të tillë si te këti hebreu shqiptar nuk ka parë histori e Shqipërisë. Po çfarë pritet të ndodhë në datën 4 Korrik, teksa shumë analistë cilësojnë protestën në datën 4 si edhe një protestë anti-amerikane, duke qenë se është përvjetor i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata analistët që thua atje, ata janë të tërë programës. Dhe ata s'bëjnë gjë tjetër veç se dizinformojnë dhe dizorientojnë opinionin publik shqiptar. Të vërtetë në opinionin publik shqiptar ja themi ne që kemi dalë sot edhe 30 vjet, 40 vjet, kur na fluturonte helikopteri mbi kokë në aty e Kurani saj në 90-të. Okay. A do ishte dorëheqja e Edi Ramës më datën 4 Korrik një dhuratë qoftë për veten, po ashtu edhe për shqiptarët? Jo, nuk dua dorëheqjen e Edi Ramës pa dorëheqjen e parlamentit. Dhe pa anullimin e atyre marrëveshjeve, çka bën me Izraelin. Jo. Nuk është ajo zgjidhja, zgjidhja është kjo që them unë. Ne duam zgjidhje, domethënë radikale. Zoti Islami, si e cilësoni publikimin nga ana e Taulant Ballës të listë pagesës së ushtarëve të ushtrisë shënimtare të Kosovës, ku midis emrave përveç Dritan Goxhait ishte edhe ai i Tahir Sinanit, një nga herojve të UÇK-s? Zotri, të gjithë janë paguar luftëtarët e UÇK-s gjatë kohës që filloi lufta. Një të sqarojmë një gjë për qytetarët shqiptar që nuk e dinë. UÇK-ja, zotri, u quajt UÇK nga komunistët shqiptar, nga tradhtarët e kombit shqiptar, sepse ata që formuan me të vërtet që formuan bërthamën e ushtrisë liritare të Kosovës, ishin ata që krijuan Farkun dhe që u stërvitën këtu në Shqipëri që në 92-shin, dhe ishte Bujar Bukoshi, komandant dhe kryeministri i asaj periudhe. Ishin dhe fonde që patjetër do paguheshin njerëzit që punojnë, se kishin familje, u dohanin familjet e tyre. Dhe këtë të mos e thonë këta palaco që duan t'i tregojnë, t'i quajnë mercenar. Jo, zotri. Unë e kam thënë dhe do ta them. Dritan Goxhaj dhe Dilaver Goxhaj kanë qenë në UÇK në luftë dhe vajten për të mos u kthyer. Ishte fati tyre që u kthyen të gjallë. Po familjet tyre nuk donin të familjet Dilaver Goxhaj nuk donin vdiste për bukë. Se këtu në Shqipëri nuk e donte njeri, se qeveria shqiptare ishte kundër UÇK-s, kundër luftës në Kosovë.
Dhe ai Hashim Thaçi, që kur mos dalta ne nga ka vajtur, ai Hashim Thaçi ishte që e kërkonin me qeri për të vajtur të firmoste në Rambuje. Del e ndjera që i dritë shpirti Madeleine Albright dhe thot, po kërkohet, ai thot, po kërkohet Hashim Thaçi. Hashim Thaçi të vijë të firmosi. E kupton, dhe Hashim Thaçi ande karamele, ande çokolata të Vile Merogjës, të Vila 31 këtu. Kanë bërë luftë civile ata njëllosi që e bërë komunistin qiptar 43-44 kundër Ballit. E njëta gjë është bërë, më, dhe ka të njëjtin regjisor, Beogradi. Po në këtë rast, publikimi i listës nga ana e Taulant Ballës, a nuk çon ujë në mullirin e Beogradit duke cilësuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës si mercenare? Po Taulant Balla, edhe partinë e Taulant Ballës, Beogradi e ka krijuar, Beogradi e komandon, Beogradi do ta komandojë atë parti, po që se do ta lëmë tjetër pushtet. Dihet ajo. Zoti Islami, si mendoni nëse Edi Rama jep dorëheqjen, a do të përballet me drejtësinë? Edi Rama do iki në Izrael dhe që andej do ta jep dorëheqjen. S'ke këta gjësh më. Që do të thotë? Që do thot, do iki. Dhe nuk do t'i shkoj drejtësi, se s'ka këta gjë drejtësia, se Izraeli se dorëzon, se ka spion të tia, e ka vlerë kombëtare. Po, në këtë rast, ju mendoni se do të ketë një skenar si Gruevski, si Asadi? Skenarët i hartojnë ata që i realizojnë, unë s'jam pjesë e realizimit të skenarëve, unë pres, çfarë do ndodhë, unë jam në pritje. Po në këtë rast, si e keni parë SPAK-un, apo tregohet aq po themi në lartësinë e duhur kundrejt asaj çfarë po ndodh në vend? Fare, është inexistent. Është inexistent. Turp të vinë të tërë atyre që janë atje. Pasi faqen e zezë që po trajtojnë interesat kombëtare në shërbim të Izraelit. Ne ishim ai kombi vetëm në Evropë që i shpëtuam gjyshit dhe baballarët e saj. Ne ishim ata që i gratë që fute i veshën me citjane, edhe me dimitje dhe me roba kombëtare shqiptare për të mos i diktuar gjermanët. Kemi bërë veprimin më të ndershëm dhe më njerëzor që i kemi shpëtuar, sepse i kërkonte i përpinte makina e bishës naziste. Zoti Islami, si e cilësoni ishullin e Sazanit? A është ai një pikë strategjike, teksa nga shumë ekspertë cilësohet si ngushtica e Hormuzit dhe shikohet si një nga pikat strategjike si në aspektin turistik ashtu edhe ushtarak? Në aspektin turistik s'ka punë fare turizmi në Sazan. Sazani është bazë ushtarake zotëri dhe është objekt ushtarak. Dhe është tamam porta e hyrjes për ndetin Adriatik. Qelsi në Otranto se kemi neve zotëri. Dhe t'idhen përpjet që futët edhe kush ka bërë që futët. Sazani është shqiptar dhe do bete shqiptar dhe nuk ka burdhëne që t'hyj atje. Se hyrja në Sazan është baras luft. Sot ai general koloneli Jairo Limaj i ka dërguar letër Ivana Trumpit dhe i thot largohu zonjë, deklaroj që s'ke punë me këtë vepër të tmerrshme tradhtie që po bën Edi Rama duke shfrytzuar emrin tuaj. Dhe nga ana tjetër edhe vetë personalisht ka bërë gati do t'i nisë një letër presidentit amerikan Donald Trump duke i kërkuar që të mos shkel mbi amanetin e George Washingtonit apo të Wilsonit dhe të atyre burrave të mëdhenj të Amerikës që e kanë ndihmuar dhe e kanë shpëtuar Shqipërinë nga rreziku. Ne jemi në të njëjtin situatë si në 1920-ën kur presidenti amerikan Harold Wilson shpëtoi Shqipërinë nga coptimi që doni t'i bënin grekët e sën. Woodrow Wilson. Okej, në rregull. Pra, jemi në atë situatë, këtë do t'i dërgojmë presidentit amerikan dhe kam shpresin që do na përgjigjet pozitivisht. Zoti Islami, si mendoni, a ka një dorë amerikane nga pas protestës për të rrëzuar Edi Ramën në mënyrën se si ai i ka menaxhuar gjërat, por edhe nga fakti që situata i doli nga kontrolli në Zvërnec? Nuk kam si ta di këtë, jo unë, po askush nuk e di.
aty askush nuk del që të thotë se protestën e drejtoi unë, askush nuk, ata që janë atje që komandojnë polisit që dalën edhe klasin broçkull atje dhe i luten me këngë Edi Ramës ja dorëheqin. Ata çapaçul që janë atje, se ata janë çapaçul, s'kan personalitet dhe s'kan identitet, sepse nuk deklarohen, nuk i thon popullit kush janë që të kenë besim. Pra, ata janë thjesht për të sabotuar atë proteste dhe po e sabotojnë në mënyrën më të mirë të mundshme për veten e tyre. Nuk është protesta ajo që do vendos fatin e kësaj pune, ajo që do vendos fatin është kryengritja e përgjithshme e shqiptarëve. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Dhe nëpërmjet ju, desa them dhe 2 fjalë për teleshikuesit. Unë ju kërkoj ndjes teleshikuesve tuaj, sepse shumë herë nga zëri. Dhe kjo këtë kam të brendshme se kam se nuk aktoroj, nuk di të aktoroj. Dhe ndoshta edhe i kam mërzitur, por nga ana tjetër dua t'i falenderoj që të gjithë për postimet dhe për pëlqimet që bëjnë në emisionet që unë bëj me juve, në intervistat me juve. Faleminderit zotëri. Faleminderit sërish. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.